Nuk ndodh që Allahu të sprovoj me diçka dhe ajo gjë të mos jetë e mirë për ty. Madje edhe nëse mendon të kundërtën. Malli është sprovë. Ndarja është sprovë. Sëmundja është sprovë. Dhe vdekja është sprovë. Çdo gjë që të shqetëson zemrën tënde dhe çdo gjë që nxjerr lotët e tu, dije që është sprovë. Mos e harro premtimin e Allahut të madhëruar dhe përgëzoj durimtarët.